Liria e Zherovjanit me fitoren kundër Skopjes në transfert 3-1 në sete regjistroi fitoren e 5 sezonale dhe të 4 në radhazi, që paraqet një sukses të madh për këtë skuadër që ka një traditë mbi 50 vjeçare. Me 3 pikët e fituara, Liria arrin kuotën e 14 pikëve që i mundësoi të ngjitet në pozitën e 6 në renditjen tabelore. Derbi i kësaj jave mes ekipit Universiteti i Tetovës UGD Shtipi, ashtu siç edhe pritej, ka përfunduar me fitoren e skuadrës mysafire 0-3 në sete. Me këtë fitore, UGD Shtipi vazhdon të kryesoj tabelën me 28 pikë, ndërsa Universiteti i Tetovës me 17 pikë vazhdon të mbetet në pozitën e 5. Shkëndija e Tetovës vazhdon këtë pjesë të kampionatit me rezultate zhgënjyese. Në Veles u mund 3-0 nga skuadra e Borecit. Me 3 pikët e reja, Boreci mbetet në pozitën e 4 me 23 pikë, ndërsa Shkëndia me 13 pikë zbret në pozitën e 7. Nga ana tjetër, Gjenerata U16 e klubit të volejbollit Shkëndia gjatë fundjavës ka regjistruar 2 fitore me rezultat identik 2-0 në sete kundër UGD Shtipit dhe Borecit të Velesit, duke siguruar gjysmëfinalen e play-offit. Rezultatet e javës së 10: Skopje Liria 1-3, Rabotnički Janta Volej 3-0, Boreci Shkëndia 3-0, Universiteti i Tetovës UGD Shtipi 0-3, Strumica Makedonia Gjio 3-0. Tabelën e kryeson UGD Shtipi me 28 pikë, para Strumicës me 27 dhe Rabotničkit me 24 pikë.